Ka një diskutim midis dy vendeve sa u përket zonave ekskluzive ekonomike. Ka pasur një marrëveshje, keni qenë kundër kur ishit në opozitë, pastaj në 2020-ën thash që ishit gati të negocionit me Greqinë dhe ta çonit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Apo ndodh ndonjë gjë në këtë front apo? E vërteta është më e nuancuar. Nuk ishte që unë isha kundër kësaj, por pasi marrëveshja u bë publike, një personalitet i ushtrisë doli me një artikull të plot mbushur për plot me kritika dhe kjo e ndezi mjedisin, sepse nuk është vetëm këtu, nuk ndodh vetëm këtu që ka një reagim të menjëhershëm kur ka diçka që të bëjë me palën tjetër, por ndodh edhe atje. Në atë kohë ne ishim në opozitë. Dhe unë thash, dëgjoni. This might look like a great gift. Kjo mund të duket si një dhuratë shkëlqyer që mund ta marrim, mund të shkojmë në parlament, mund të shkojmë të dalim në protesta, e mund të thërrasim tradhti. Por nuk është kjo ajo që duhet të bëjmë e që do të bëjmë, sepse nuk jemi kjo lloj partie, por në të njëjtën kohë nuk mund të rrim duar kryq, ndaj do ta çojmë në gjykatën kushtetuese dhe i takon gjykatës kushtetuese të vendosë. Pra, e nxorëm nga kjo fusha e futbollit midis partive dhe tifozëve dhe çuam atje. Kështu funksionoi. Tashmë kemi një marrëveshje me qeverinë greke për të shkuar në gjykatën ndërkombëtare. Kështu do të bëhet dhe pastaj i takon gjykatës të vendosë. Presim ndonjë lajm, ndonjë marrëveshje së shpejti në këtë front? Dëgjoni. Çështja Beleri some difficulties in our relation, by no doubt. Krijoi disa vështirësi në marrëdhënien tonë, nuk ka unintended consequence of what happened. Dyshim dhe kjo ishte një tjetër pasojë e paqëllim të asaj çfarë ndodhi, por ajo çfarë ka qenë karakteristike në raportin tim me Kyriakosin është që kemi qenë gjithmonë respektues të njëri tjetrit dhe të hapur me njëri tjetrin, pa bërë teatr. Unë e respektoj shumë për të. Kemi vendosëm ko më parë që nuk duhet t'i lëmë vendet tona që të përpihen nga këtë lloj dhënë ka shgrindjesh sepse ndodhi diçka këtu apo ndodhi diçka atje. Ne duhet që një herë e mirë të zgjidhim të gjitha çështjet që kanë midis nesh. Dhe këtë po bëjmë, ambicia jonë është të përfundoj brenda këtij viti dhe që vjeshtën e ardhshme ne të deklarojmë që kemi dakordsi për të gjitha çështjet. Ministri Gerapetritis që është këtu dhe e përshëndes dhe admiroj vërtet mënyrën e tij të hijshme, është gjithmonë hijshëm edhe në momentet më të vështira, ka një buzëqeshje të hijshme, një profesor i jashtëzakonshëm i së drejtës. Ai është angazhuar me ministrin tim të jashtëm dhe jemi shumë besim plot. Nga ana jonë nuk shohim çështje. Pra për ne nuk ka asnjë problem për këtë çështje. Natyrisht kemi çështjen e ndërpas zgjidhur të ligjit të luftës, duam që të mos jetë, tik dhe nuk kemi probleme tjera. Dhe kemi diçka që është një aset i madh për ne, që është pakica greke. Dhe po kështu, diçka tjetër që është aset i madh për ju, që janë qytetarët shqiptar që jetojnë këtu, të cilët janë shumë tashmë plotësisht integruar. Ekzistoi, ju detyrohemi të dyja palëve për të pasur një raport miqësor. Pra, prisni që të ketë një rifillim për zgjidhjen e këtyre çështjeve. Jo, nuk pres rifillim, sepse kemi rifilluar, presim një fund në fund të vitit, të dy presim një përfundim në fund të vitit. Shpresojmë, sepse nuk e dim asnjëherë, nuk e dihet kur çfarë ndodh në këtë botë, nuk dihet kur se çfarë ndodh midis nesh. E shihni, po, përpiqem të tregoj kujdes për
të mos bërë shaka me ju, pikërisht sepse nuk dua të trazoj këtë mjedis të paq që kemi krijuar. Është Aleksandri i Madh grek? It's what? Is Alexander the Great Greek? A është grek Aleksandri i Madh? No jokes, please. All right. Pa shaka, lutem. Not funny. All right.